Të që përftojme njerë në studio. Agnesa, mu më përshëndetu nëse s'kom shumë qasje kështu internet. Këstrem po, pa tjetër, falimderi shumë që ishe pjesë e pikës Edhe një thirrje krejtve, bëni sa ma shumë ndërhyrje, dukuni mirë, hani shëndetshëm, merruni më sport, edhe mos kërkon për rreth mi u vnu kufi se që shduheni mu duk. Dhe dila me njëherë dhe një kundër përgjigje. Po, kërkon. S'ka nevojë për ndërhyrje, rëndi natyrale, kiti kena bukurin tonë. Bukuria natyrale o primitive. Jo, asnjëherë, diçka që ti e posedon. Bukuria natyrale është në spori personale, dhe veç që në ty si njeri, jo më bo krejt njej, mos më ditë kushia, je Elvona, a je Sonimola, ja kushia. Me ato për dëshka mu taku ata që kanë dështu në për fryrje, në për dështime, natyrisht, janë këto ndërhyrjet estetike dhe ato kanë rjedh prej intervenimeve që bo për sëmundjet lëkurës. Do më thonë duke e pa që sëmundjet e lëkurës, pasojat e sëmundjeve të lëkurës që lihen, shkencëtarët i kanë zbulu këto gjëra, këto substanca, këto injektime, në mënyrë që t'i ndihmojnë pacientit. Dhe tani kur janë përdorë edhe është pa efektit tek ata, pse mos të përdoren të moshat e shtyra? Për shembull, po tek moshat e reja, do të thonë, është puna e një mirëmbajtje të lehtë, një anti-aging të lehtë, që natyrisht duhet me qenë në përputhshmëri me gjendjen e tij shëndetësore. Po, anti-age ka një moshë saktuar plus 25. Po, është puna që jo tek ne edhe anti-aging duhet të shikohet edhe nga anamneza familjare. Ti bën anti-aging disa substanca që nëse dikush ka ndonjë problem autoimun në familje, ti mund t'ia zgjosh. Në 25 vjeçares, nëse ti injekton disa substanca që ata kanë sëmundje autoimune në familje, ti po i ndihmon asaj të zgjohet procesi autoimun. Edhe çka bën me atë punë? Atëherë, do të thonë, duhet edhe asaj, duhet ta dish çka të përdorësh.